Reshet intensive të fillim janarit sollën përmbytje të konsiderueshme në tokat bujqësore të qarkut të Gjirokastras, sipas evidentimeve rreth 250 hektar tokë të mbjella kryesisht me pemtari u përmbytën, ndërsa bashkia Gjirokastër rezulton me prekura me afro 100 hektar tokë. Për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në ditë me reshje intensive, Bordi i Kullimit ka nisur marrjen e masave konkrete duke planifikuar ndërhyrjet në argjinaturat problematike. Kemi një çarje të argjinaturës në zonën e fshatit Karjan, Kakoz, Mingur. Janë rreth 3-4 çarje, të cilët kanë krijuar përmbytje dhe zhavorim të tokave bujqësore të mbjella nga fermerët. Gjithashtu kemi çarje të argjinaturës në zonën e fshatit Mashkullor, kemi këtu në zonën e fshatit Valare çarje të argjinaturës, kemi në fshatin Dervician, kemi në Luminesus, të tëra nga ana e bordit këtu është vlerësuar situata, është bërë një vlerësim paraprakje të gjitha punimeve, po përgatitet dokumentacioni teknik për fillimin e punimeve dhe marrjen e masave që gjatë muajit prit-mars që çelën dhe fotet përkatëse, ne do bëjmë gjitha ç'është e mundur për rehabilitimin e tyre me mjetet tona që i përkasin Bordit të Kullimit. Gjitha këto ndërhyrje zonër një vlerë rreth 20 milion lekësh të reja. Me investimet që do të kryhen, pritet të bëhet mbrojtja e rreth 1700 hektar tokë bujqësore.